Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku akullore parfe ose kasata, ashtu siç bëshin dikur me vezë. Kjo është receta e vjetër e kuzhinës shqiptare, megjithatë me kalimin e viteve janë bërë edhe disa ndryshime në recetë, por që në thelb ngelet receta e njëjtë dhe është receta e viteve 90, atëherë kur akulloret parfe ose akulloret kasata shijonin shumë. E sigurisht unë sot e kam sjellë këtë recetë që të gjithë ju mund ta përgatisni në familjen tuaj, dhe pse jo të kujtoni kohrat e bukura kur i keni shijuar këto akullore. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen pak përbërës, edhe mënyra se si do ta përgatisni akulloren parfe do ta shikoni që është shumë e thjeshtë dhe shumë kollaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Ajo që do të bëjmë në fillim është përgatitja e sherbetit që na duhet për përgatitjen e akullores parfe. Unë në një tenxhere kam shtuar një gjysmë gote me sheqer edhe kam shtuar edhe pothuajse një gotë plot me ujë të ftohtë. Gota që kam përdorur në këtë rast është gotë 180 ml. Më pas sherbetin e lëm të marr val, do ta lëm që sherbeti të zjejë mirë dhe të fillojë të trashet mirë. Pra në këtë rast do të përgatisim një sherbet goxha të trash, derisa të shikoni që sherbeti të formojë ato bulzat në fund të tenxheres që tregon që sherbeti është gati. Gjatë kohës që ne përgatisim sherbetin dhe lëm sherbetin që të zjejë, ne do të përgatisim edhe për këtë recetë unë kam përdorur 4 kokra vezë. Nëse dëshironi të përgatisni më tepër nga sa kam përgatitur unë në këtë video, sigurisht ju mund të dyfishoni përbërësit. Unë kam përdorur 4 kokra vezë dhe në fillim do të bëjmë ndarjen e vezëve, pra do të bëjmë ndarjen në të bardhat e vezëve dhe në një tas tjetër do të hedhim të verdhat e vezëve. Pasi kemi bërë ndarjen e vezëve, me një mikser dore do të rrajmë të bardhat e vezëve, duke i rrahur ato deri në atë pikë që të shikoni që ato do të bëhen një masë shkumoze, që edhe nëse e ktheni tasin, masa e vezëve nuk do të bjerë nga tasi. Në këtë pikë të pjesë e kemi gati. Tani do të rrajmë me mikser dore edhe të verdhat e vezëve. Rrajën e tyre do ta bëni derisa të shikoni që masa fillestare e të verdhave të vezëve të dyfishohet në masë dhe ngjyra e tyre të fillojë të zbardhet. Pra në fillim kemi një ngjyrë më të verdhë dhe duke i rrahur, ngjyra e tyre do të fillojë të zbehet. Tani në këtë pikë do të hedhim edhe sherbetin. Sherbeti duhet që të jetë i nxehtë. Nga masa e sherbetit që kemi përgatitur në fillim të ngelet vetëm gjysma e asaj mase, pra sherbeti të përgjysmohet, atëherë në këtë rast mund të themi që sherbetin e keni gati. Mund ta provoni edhe me lugë, dhe nëse shikoni që sherbeti kur bie në tenxhere bie avash, pra është rënduar, po themi, në këtë pikë sherbetin e keni gati për ta hequr nga zjarri. Sherbetin do ta hedhim ngadalë tek pjesa e vezëve, siç e shikoni edhe në video. Pra do ta hedhim sherbetin pak nga pak, në mënyrë që sherbeti vetëm të rrjedh, pra të mos e hidhni të gjithë masën e sherbetit një herësh. Dhe duke e hedhur sherbetin, do të vazhdojmë edhe rrajën e vezëve. E shtojmë pjesë sherbetin dhe vazhdojmë rrajmë vezët derisa të përfundojmë të gjithë sherbetin. Dhe më pas, vezët do të vijojmë t'i rrajmë derisa të shikoni që masa e vezëve do të ftohet komplet. Ky proces është mjaft i rëndësishëm në mënyrë të tillë që të gatuhen të verdhat e vezëve. Në këtë mënyrë ju mund t'i konsumoni vezët në fund fare pa merak dhe që akullore në fund fare ta konsumoni pa frikë.
Masën e vezëve do të arrini mirë në mënyrë të tillë që nëse e provoni me dorë, të shikoni që masa e vezëve të jetë ftohur komplet, duke qenë se sherbeti që ne hodhëm është i nxehtë. Dhe në këtë pikë tani të gjithë masën e vezëve do ta hedhim tek masa e bardhë e vezëve. Pasi nëse i hidhni të ngrohtë tek pjesa e bardhë e vezëve, do të ndodh ajo shuarja e shkumës së të bardhës së vezëve. Pasi i përzini të dyja pjesët, tani do të rrahim edhe kremin pana ose kremin hopla, si quhet ndryshe. Unë për këtë recetë kam përdorur 250 ml krem pana për ëmbëlsira, por ju mund të përdorni edhe më tepër pana nëse keni dëshirë. Kremin pana thjesht e rrahim me një mikser dore. Dhe kur gjithë masa e kremit është gati, tani masën e vezëve në fund fare masën e keni gati. Nëse doni tek akulloria parfe, mund të shtoni çfarëdo që keni dëshirë, mund të shtoni çokoladë, fruta të thata, rrush të thatë. I përzijem të gjithë përbërësit së bashku. Unë kam shtuar pak çokoladë te kjo recetë dhe më pas të gjithë masën që kemi përgatitur mund ta hidhni në një kuti plastike, e mbuloni me kapak dhe e vendosni në frigorifer në zonën e ngrirjes dhe më pas mund ta servirni sipas dëshirës suaj. Më besoni që ka një shije fantastike, fëmijët tuaj do ta pëlqejnë shumë dhe do të bëhet e preferuara e tyre në shtëpi. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.